Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës Gaforës. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe shikoj të dashur Gafor që kjo javë ju kërkon të mendosh me kthjellësi dhe të flasësh me maturi. Pa u lënë pas emocioneve që zakonisht ndikojnë te ti. Nëna e ajrit, që kemi shumë ajër dhe prandaj është jeni të qartë, tregon që po hyn në një fazë ku logjika duhet të udhëheqë vendimet. Janë shpata i kemi 3 nga 4 të dashur, që do të thotë vërtet me logjikë çdo gjë. Ke mësuar mjaftueshëm për të parë gjërat me objektivitet të dashur Gaforë, pa u ndikuar nga ndjenjat. Kjo letër të fton të vendosësh kufi të qartë dhe të mbash standarde në mënyrë si komunikon apo si merresh me të tjerët. Asi i ajrit të dashur Gaforë sjell absolutisht fillime të reja, mendor, një ide, një zgjidhje apo një moment të dashur qartësie që ndan njergullën. Diçka që ka qenë e paqartë tani bëhet shumë e qartë. Është koha për vendime të drejta, për të folur hapur, por me ftohtësi dhe maturi të dashur Gaforë. Shmang reagimet impulsive, fjalët e matura do të kenë peshë shumë më të madhe këtë javë. Vajza e zjarrit tregon se pas qartësisë do vi veprimi, absolutisht, por me pasion të kontrolluar të dashur Gaforë. Me pasion të kontrolluar kur ka një energji që shtyn për të nisur diçka të re ose për të përfshirë më shumë kreativitet në punën apo jetën tënde të përditshme. Gjithsesi, kjo energji duhet drejtuar me kujdes. Mos u djeg për shkak dëshirës për të bërë gjithçka me njëherë. Dhe dy të ajrit e mbyll javën me një lloj balance. Dhe andej dhe këtej, shikoni ku janë 2 pendla në këtë rast që pasqyrojnë ajrin. Kjo tregon se pas vendimeve dhe veprimeve të matura do gjesh qetësinë që ke kërkuar. Një çështje që ka qenë në konflikt ose pasiguri po stabilizohet. Qetësia vjen jo sepse gjithçka do zgjidhet menjëherë, por sepse ti nuk lufton më me mendimet, ke bërë zgjedhjen e duhur. Përdor pra logjikën para emocioneve të dashur Gaforë. Fillo diçka të re me mendim të qartë dhe qëllim të saktë. Pra, vendimet e balancuara sjellin paqe mendore në fund të javës. Në thelb kjo javë për Gaforën, për ju të dashur, është për qartësi, komunikim të pjekur dhe drejtim të ri. Pra, mos lejo që emocionet të flasin përpara arsyes. Mendja e kthjellët do të çojë atje ku ndjenjat do të ndihen të sigurta dhe më vonë, të dashur Gaforë.